Po këtë regjistrin që gjenden në kryeministri, kur ka mundësi që Spaku ta sekuestroj? Tani kemi ardhur për me fol seriozisht apo më duku tallë? Po tani ju thatë që ky dokument ekziston. Ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër plotësohet në kryeministri dhe këta thjesht zbatojnë këta të Spakut. Tani, a është i aftë nga këta të katër, po u zgjodh në njërin nga këta? Dhe mos japin dorë që na i ditë këta dhe na ngel Dumani aty dhe pastaj na plas krizë brenda Spakut. Edhe është i aftë dhe shkon në kryeministri dhe bashkë me librin merr edhe atë që shënon librin në kryeministri, atëre unë do arrin atë që them gjithmonë që po unë pas kam gabuar. Por e kuptove çfarë thash këtë të fundit. Ai ose ajo që zgjidhet prokuror ose prokurore e Spakut, në rast se ka aftësinë që të shkojë në kryeministri dhe të marri librin dhe bashkë edhe atë që e ka librin aty që e man edhe shënon, atëre diçka ka ndodhur dhe të ndodhë në këtë vend. Si mendon, a ka filluar përçarja mes radhëve të Partisë Socialiste, pra mes eksponentëve të Partisë Socialiste pas goditjes së Ballukut dhe a është duke përfituar në këtë rast Elisa Spiro Pali, për të cilën theksohet se ka dhënë një intervistë televizive ku shprehet se ka disa që u duket vetja zot dhe mendojnë se ka në dorë fatin e të tjerëve, ku shumë kush e ka lidhur këtë me lëvizjen e Spakut kundrejt Ballukut dhe se Spiro Pali e ka pasur pikërisht për Belinda Ballukun? Tani të jem realist e kjo, në Partinë Socialiste nga 2021 ka plas lufta. Dhe flas luftë serioze, jo luftë shumë amatore. Luftë shumë serioze, luftë personale. Kërkojnë karrikën e Ramës. Jo, qa karrike më kush e llogarit aty se ekziston më karrike. Pas Ramës nuk do ekzistojë Parti Socialiste. E di pse? Se në Parti Socialiste aktualisht nuk ka zë. Më kupton? Nuk ka zë, që do të thotë, nuk ka njerëz të cilët bëjnë debat politik. Thjesht janë njerëz të cilët zbatojnë urdhra. Pra, janë të palishme, nuk janë të palishme, janë të logjikshme, po nuk janë të logjikshme, ato zbatohen. Në krahun më tan, po të shikosh ka debat, ka zë, ka gjallëri. Ndërsa tek Partia Socialiste nga 2021 në vazhdim ka vdekje dhe çdo gjë që vjen në Partinë Socialiste barazohet me vdekjen e individit. Pra, për rastin e Zotit Velia, ajo quhet vdekje, si politike, ashtu dhe njerëzore. Pse? Sepse një individ është një burgosur. Tani, a ka bërë ai vepra penale, s'ka bërë? A më pëlqente mua apo nuk pëlqente? Unë po të them që Velia nuk e kam votuar asnjëherë, që në 2015 kur ka dalë 13 ose 9 ku e mamën çfarë budalliqe bën atëherë me duke e shitur sikur u ishte njeriu më i mirë i të drejtave kështu me radhë. Dere, pastaj u bë pakt me PS-n. Por ajo që unë po të them është kjo, që Partia Socialiste është një luftë të vazhdueshme të brendshme personale, jo për karrikën e Zotit Rama, sepse ata e kanë ngulitur te vetja e tyre që pas Ramës nuk ekziston PS. Jo nuk ekziston në Ram, por nuk ekziston PS. Që do thotë PS-ja është e përçarë momentalisht që flasin. PS-n e mban në karrike vetëm pushteti, por në rast se PS-ja nesër nuk është në pushtet, e sigurt është që PS-ja do jetë e shkërmoqur totalisht. Dhe kur flas totalisht do të jetë e di pse, sepse gabimet që po bën sot PS-ja nesër në opozit nuk do ketë alternativë, edhe ti thot njerëzve që unë do vi dhe do jem më i mirë, sepse njerëz do i thonë ti ke qenë vetë në pushtet 18 ose 14 ose 12 vjet. Pra, ti vetë nuk e rregullove situatën, si do vish pas disa vitesh të vish në pushtet. Pra, nuk do të ketë tezë alternative. Dhe atë që po përkonet për shpik Spiro Pali është këtë, që Spiro Pali po dërgon një mesazh. Kush është mesazhi i Spiro Palit? Spiro Pali po thot që unë thot po luftoj me errësirën brenda PS-s. Pse? Se nuk kam një qartësi objektive, jo subjektive, por objektive, që të bëj diçka edhe ajo të dalë në një konkluzion konkret. Po thjesht jam në një situatë ku them, po nga ana subjektive çfarë ta ndihmoj Erion Velin? Po mirë, po thash një fjali të mirë për Erion Velin, i bën që unë bëj
avokatën e Erion Velis. Del jashtë. Ti ç'a bën ti kështu? Kush je ti? Hajde ik të shtëpia jote tani. Po, ke qenë drejtoresh doganës? Po, spaku, ke qenë drejtoresh doganës, këta ato një herë. Ç'a ka bërë kjo? Ka bërë ai apo jo? Ç'a ka punu? Ka punu shumë në shpërdorim të tyre. Ka bërë? Jo. Po ti kontrolloj edhe gjeja. Dhe ajo thotë është nang, ajo thotë ç'a tani të sulem. Ajo s'ka ndërbeu. Pra, e gjitha kjo që ka ndodhur në Partinë Socialiste tregon qartë se Partia Socialiste është në vdekje. Pra, ata që nuk e kuptojnë janë militantë, ata që e kuptojnë janë njerëz të paktën që logjikojnë, po do të them një rast shumë të thjesht qytetare dhe njerëzore, zotërim. E shikon? Nisesh, shkon tek maja. E shikon këtu. Edhe këtu, po ta nisësh, shkon te maja. Këtu është rruga e shkurtër. Mirë, këtu është rruga e gjatë. Por ti, pavarësisht se e ke nisur këtej, e ke nisur edhe maset, e ke nisur edhe këtej. Kjo është më e shkurtër, por më e rrezikshme. Kjo është më e pjekur dhe është më e sigurt. Por ku shkon këtu, më kupton? Te kjo këtu, shikoj këtu pak. Kjo këtu, që të zbresësh, shiko si e ka zbritjen. E ka me siguri zbritjen. Më kupton? Pra, Partia Socialiste e ka nisur kështu, supozojmë. Duhet zgjedhje, o duhet zbresi kështu, ose duhet zbresi kështu. Pra, në këtë moment që jemi, Partia Socialiste nuk e din nga të zbresi. Pra, Partia Socialiste është këtu. Dhe tani duhet zbresi o këtu pra me pakt politik, o këtu të shkërmoqet. Por për shkak se pakti nuk e pranon, është drejt shkërmoqjes. Pra luftës së brendshme. Pra ti mos mendon kur që kundërshtari jot do të godasi. Ai po do luftoj që të godasi, po nuk e arrin kur goditja. Pse? Sepse ai nuk di sekretet e tua. Kush i di sekretet e tua? Bashkëpunëtorët e tu, miqtë e tu, ata të cilët ti flet vazhdimisht, takohesh vazhdimisht. Nuk flas të takohesh njërin 300 vjet, e kupton, se ke të njohur e ke. Pra, shoku jo t'i ngusht që ndan gjëra të përbashkëta, edhe ti edhe ai të din mëkatet. Pra, rreziku i Partisë Socialiste nuk vjen nga një person që komenton. Rreziku i Partisë Socialiste vjen nga njerëz të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste, sepse nuk kanë interes të përbashkët vazhdimsimin e Partisë Socialiste. Kanë interes të përbashkët, interesi material i tyre që çfarë do përfitojnë nga pushteti. Kush përfiton në këtë rast nga goditja e Ballukut? Edi Rama. Është e qartë kjo gjë. Pra, Edi Rama i përdor si kuklla, po themi, eksponentët e Partisë Socialiste dhe në këtë rast i vendos në përballje midis tyre dhe është ai që gjithmonë deli larg nga kjo histori. Po, sepse kur unë pranoj të me heshtjen time ti të abuzosh, mirë, atëherë unë jam dhënë tek ty dhe ti bën çfarë të duash me mua. Pra, pushteti, çfarë i ka dhënë këtyre? Miratimin absolut që ti më çon në çdo vend dhe unë do zbatoj urdhrat. Pra, nuk kemi nga 2017 në vazhdim në politikbërën shqiptare ministra të cilët të flasin politikisht. Janë thjesht teknokrat, pra roli politik i atyre në Partinë Socialiste ka mbaruar sapo ato janë bërë teknokrat. Kanë mbaruar sapo ata kanë rënë dakord me heshtje. Pra, kur ishte zonja Spiropali në erën e fundit që e ke parë në një studio televizive të fliste politikisht? Ku është zonja Balluku të fliste politikisht dhe të kundërshtonte palën kundërshtare? Ku ishte zoti Ahmetaj të kundërshtonte palën kundërshtare? Ku ishte në pushtet flas? Ku ishte zoti Velia të kundërshtonte palën kundërshtare? Politikisht flas. Jo duke na thënë sa i bukur spaku. Pra, në gjithë këtë situatë që unë ju tregova, në politikbërje Partia Socialiste ka dështuar nga 2017 sepse kërkoi vetë me heshtjen e saj mos të reagojë ndaj opozitës dhe ndaj Partisë Demokratike.